Një vit më parë, u mbajtën zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, ku në kampin politik maqedonas fitoi bindshëm VMRO DPMN dhe koalicioni, ndërsa gara ishte e nxehtë në bllokun shqiptar mes Frontit Evropian dhe koalicionit të Vlen, ku në ato zgjedhje fitoi Fronti Evropian me vota, por nuk fitoi përballë mandatarit të qeverisë, pra kryeministit Mickoski, i cili de facto e fitoi edhe të drejtën të vendos për fatin e shqiptarëve se cili do të jetë përfaqësuesi i tyre në qeveri. Ai vendosi që të marrë vlenin për të bashkëqeverisur, duke anashkaluar Frontin, të cilët mbetën në opozitë. Situata e njëjtë po përsëritet edhe një vit më vonë, Mickoski në rolin e njëjtë, mirëpo tash ai do të vendos mes Vlenit edhe Arben Taravarit, pasi ky i fundit u largua nga Vleni, por a do të largoj edhe nga qeveria, me të cilin qytetarët ende e kanë në memorie fotografinë mes tyre disa ditë para zgjedhjeve parlamentare në selinë e Vlenit, me çka në një farë mënyrë paralajmëruan koalicionin qeverisës. Takimi njëjtë mes Mickoski dhe Taravarit ka ndodhur të hënën, ndërsa kësaj here në qeveri, një ditë më vonë, ai takoi edhe liderët e Vlenit, por ende nuk ka njoftim zyrtar se çka janë dakorduar. E përderisa vijonte takimi mes Mickoski dhe krerëve të Vlenit, situata u ndes. I pari ishte që reagoi kreu i ASH-s Arben Taravari, që në rrjetin social Facebook shkroi një status duke thënë që nuk ja vlen. Reagim si ja vlen. Ndërkaq, i mënjëhershëm ishte reagimi i kryetarit të Alternativës Zeqira Ibrahimi, i cili tha se megjithatë ja vlen dhe se siç tha, edhe BDI edhe qeveri nuk mundet. Ky status i Ibrahimit madje u shpërnda edhe nga krerët tjerë të Vlenit. Vleni nuk mund të lejoj që në qeveri të ketë partner edhe BDI-n përmes vegëzave ose veglave që janë kapur keq në rrjetin e oligarkisë së krimit të korrupsionit. Secili që dëshiron ta shpëtojë politikën e Soravis, edhe nëse këtë e bën me slogane patriotike dhe viktimizim engjëllor, duke e fshehur kështu kapje në korrupsion, më parë mund të digjet e të përmbytet sesa të realizoj operacionin e shpëtimit të atyre që tashmë janë bërë personazhe të listës së zezë amerikane. Më jashtër në reagim ndaj Taravarit ishte kryetari i Lëvizjes Demokratike Izet Megjiti. Të ftuam të bëhesh bartës i ndryshimit, u bëre simbol i revolucionit të dritave, edhe pse humbës në qytetin tënd shpërndaje e fridoll për BDI-n. Euforia jote paska qenë vetëm sa për kamerë, asgjë e sinqert, asnjë dritë e vërtet. Sonte Vleni vendosi dritat fiken për hipokrizin, dyftërsia nuk ja vlen. Ndërkaq, pas takimit të zhvilluar mes kryetarit të Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari dhe kryeministit Christian Mickoski, sot kryesia e ASH-s ka dalë me një deklaratë përmes sekretarit të përgjithshëm Bleranta Ramadani, duke riafirmuar pozicionin e saj politik në kuadrët e qeverisë së re. Ramadani theksoi se Aleanca për Shqiptarët nuk është një dekor politik në qeveri, por një faktor kyç që udhëhiqet nga parimet të qarta dhe vizioni i përgjithshëm për shtetin. Sipas tij, partia mbetet e përkushtuar ndaj barazisë, pastrimit të institucioneve dhe ndërtimit të një shteti që respekton çdo qytetar pa dallime. Kujtojmë se përplasjet në koalicionin Vlen filluan pasi Taravari ka kërkuar që në zgjedhjet lokale për këshilltar komunal të dalin me lista të veçanta, gjë që nuk u pranua nga partitë e tjera në koalicion, madje të njëjtit akuzuan Taravarin se bashkëpunon me BDI-n dhe shpallën të vetë përjashtuar nga Vlen dhe po ashtu tani deklarojnë se duhet të largohet edhe nga qeveria.